Ku ta kishim jetën në fakt çdo ditë kështu fest, dashuri, pozitivitet, momente shumë të bukura. Sonte jam shumë i lumtur sepse po ndrojnë vitet. Në fakt po hym në vitin e ri, në vitin 2026, me shpresën që do të na sjell ditë të mira, do të na sjell energji pozitive, do të na sjell dashuri të gjithë neve. Jam këtu me gotën festive që në fakt e kam bërë gëzuar me ju. Unë ja kam lënë emrin gota festive. Edhe kështu do ta quaj. Dhe në këtë pjesë kam menduar të bëj diçka interesante para se të pi një herë. Mendova pse mos përshtas karikaturat e personazheve që në fakt ne na kanë dhuruar dashuri, na kanë dhuruar pozitivitet, na kanë dhuruar energji gjatë vitit 2025 dhe viteve në fakt që ne kaluam. Na kanë dhuruar vetëm gjëra të bukura, na kanë dhuruar vetëm energji të mirë. Dhe në fakt kështu ndodhi. Të bashku me stafin tim, për të cilët në fakt i falenderoj pafund për këto gjëra të bukura që bëjnë, ne ndërtuam një set karikaturash. Jo 1 dhe 2, por një set karikaturash, që në fakt do të kënaqeni edhe ju me figurën se si ne i kemi shëndruar këto artist. Ne kemi përzgjedhur disa emra që unë njerë do t'u lexoj emrat komplet, më pas do të shfaqim karikaturën një për një. Domethënë kemi përzgjedhur Gjestin, Heidin, Edin, Romeo, Kiarën, Luizin, edhe të ëmblën apo qershin mbi tort, Eglin. Tani fillimisht dua që të më ndihmojnë me karikaturën e Gjestit. Pikërisht ky është Gjesti. Domethënë edhe në karikaturë ka dalë ai çuni me energji fantastike, djalë dinjitos, një djalë që në fakt shkatëron skenën, lufton me skenën dhe sinqerisht ka dalë fenomenal. Kjo karikaturë tregon energjinë e tij dhe buzëqeshjen e tij që e ka fantastike. Domethënë edhe në karikaturë, që kjo është në fakt për të vlerësuar, dhe karikatura Gjestin e nxjerr të veçantë. Zakonisht karikatura nuk të nxjerr të tillë, por Gjestin e nxjerr të veçantë dhe e ka nxjerrur unik. Domethënë duke që është ai që ka bërë namin, është ngjitur në skenë, ka dhuruar adrenalin, ka dhuruar energji të mirë, gjë të cilën në fakt ne e presim pikërisht tani në janar të 2026 dhe është rikthyer për të na treguar që unë jam strong. Unë jam këtu pranë jush dhe shkojmë. Domethënë, kjo është karikatura e parë që ne kemi punuar me shumë dashuri e Gjestit. Tani karikatura e dytë. Këtham, është Heidi, vajza bukuroshe, vajza e lumtur, vajza e ëmbël që në fakt në karikaturë na ka dalë shumë ëngjëll. Dua të them një diçka. Njerëzit që janë të mirë shpirtërisht, njerëzit që janë pozitiv, njerëzit që janë të dashur, janë njerëz të ëmbël në botë, kanë suksese të këtilla dhe pikërisht Heidi Baci në këtë karikaturë që ne kemi bërë, ka dalë shumë dinjitoze dhe shumë glamuroze dhe sinqerisht po e shijoj pafund karikaturën e saj. Uroj që edhe Heidi do t'i pëlqejnë karikatura, se unë do t'i bëj tak të gjithë në karikaturat e veta, dhe ka nxjerrë shumë artiste. Heidin e ka nxjerrë artiste pafund, një vajzë që gjithmonë diti të na dhuroj dashuri. Heidi siç duket po e përfundon mirë këtë fund vit, domethënë 2025 nuk ishte keq për të. Ishte me energji shumë të mirë dhe i dha vërtet një pozitivitet të mirë dhe i dha vërtet një moment glamuros që vetëm Heidi dita përjetoj. Tani unë Heidin e dua kaq të bukur, e dua kaq të buzëqeshur dhe shpresoj që ta shoh gjithmonë energjike. Vazhdojmë me karikaturën e tretë. Karikatura e tretë është ky çuni që më shkon lule më lule. Do të flasim për Edin
e Big Brother VIP Kosova 4. Do me thënë karikatura është e Edit. Edin e kemi parë ashtu siç ne në fakt Edin jemi mësuar ta shohim. Unë do të them që këto nuk janë karikatura, por janë vërtetësi. Realisht duken të vërteta. Do me thënë Edi është fantastik, është pikërisht ai Edi. Në këtë karikaturë duket shumë i qeshur, duket shumë ngjyllor dhe mendoj që është fotografia më e bukur që nesër edhe Edi mund ta përdorën për imazhin e tij. Mendoj që kjo lloj karikature i përshtatet jashtëzakonisht shumë Edit dhe i ngjason shumë. Besoj që u pëlqejnë. Jam munduar që t'i sjell në formë shumë interesante dhe shumë energjike, edhe pse Edi po na tregon atë çunin që një herë mundoshte me bijën, pastaj mundoshte të na bën stile interesante, por e kemi bërë të kapon që do të thënë është një djalë me super lek, vjen nga gurbeti, janë këto çunat e gurbetit që kanë shumë lek dhe me këto varset, më thënë pikërisht natyra e Edit. Siç duket, programi me të cilin kanë gjeneruar këto karikatura e ka studiuar dhe analizuar bukur fort fytyrën e tij. Kalojmë me karikaturën e katërt me radhë, në fakt. Vlonjatëre. Tani vlonjati kështu është. Tipik vlonjat. U tha u bë. Nuk ka çfarë aty. Romeo veshaj. Identik natyra e Romeos. Ky është Romeo, besoj që u pëlqen me karikaturën që kemi bërë. Është fantastik, do me thënë tregon dhe atë forcën e Romeos që gjithmonë e ka bazën kryesore, nga që është ky çuni tip gangsteri kështu dhe na ka treguar gjithmonë që është i fortë, na ka treguar gjithmonë që është bombastik, na ka treguar gjithmonë që është djali që bën namin. Dhe kështu që dhe karikatura e ka nxjerr Romeon, e ka qarë, e ka bërë yll fare. Shpresoj dhe Romeos që t'i pëlqej, besoj që u pëlqen dhe ju. Karikatura e Romeos, pi një gotë derisa komentojmë këto karikaturat. Dhe tregon realisht shumë qartë natyrën e një vlonjatit. Tani këto vlonjatët ose janë ose bëjnë, po unë them që janë të guximshëm. Dhe Romeo këtu është tipik Romeo i vërtet, jo Romeo që na del në ekran, por Romeo në vërtet e keni pikërisht në këtë karikaturë që unë kam krijuar për të. Është ideale dhe kështu që ju do jepni mendimin tuaj se nga këto 4 karikatura deri më tani, cila u ka pëlqyer, ndërsa ne do kalojmë tek karikatura e 5. Si gjithmonë, nusja e mbretit. Kiara, edhe karikatura Kiarën e ka nxjerrë shumë glamur. Po ta shikojmë me detaje, është buzëqeshja e saj, është pozitiviteti i saj, është shikimi i saj i hapur ja kështu. Do të thënë Kiara e ka syt 4 për të ndërtuar suksesin, për të ndërtuar të ardhmen, do të thënë ka qëllime të qarta dhe karikatura këtë gjë ka bërë, do të thënë ka nxjerrë Kiarën me qëllime të qarta. Kiarën të guximshme dhe Kiarën shumë pozitive. Do të thënë veshja e saj e veçantë, shumë e bukur si gjithmonë që Kiara është komentuar dhe ka investuar shumë në veshje dhe besoj në fakt që do t'i pëlqejë jashtëzakonisht shumë. Karikatura që ne kemi përzgjedhur për të është ideale, është unike në formën e saj dhe sinqerisht ka ardhur shumë e bukur që mua më pëlqen pafund mënyra se si Kiara është ndërtuar në këtë karikaturë dhe sidomos ato flokët ja ka bërë t'i qash me lot. Tani, vjen momenti ta tundim një herë këtë. Ta tundim mirë se ky e ka jetën me tunme. Vjen momenti që para jush të vi mbreti. Nuk ka koment, nuk ka fjalë. Identik Louise Ailey, me varse, me veshje që ai përdor, me flokët e Luizit, me sytë e Luizit, me pozitivitetin, por çfarë është më interesante? Edhe me tatuazhin në dorë që Luizi e ka shumë të shenjtë tatuazhin. Domethënë ky është Luizi që ne kemi bërë si karikaturë. Shpresoj që Luizi t'i pëlqen. Është karikatura e fundvitit. Uroj ta shijon këtë moment. Është identik Luizi jon me Ken Shkodran Tan Atiban, duhet ta përmend 2 herë sepse sonte kemi folë për 2 Shkodran.
Dhe Luizi është copy-paste i asaj natyrës së tij në këtë karikaturë. Do me thonë, jemi munduar që ta sillim sa më natyral dhe ka qartë fare. Tani, nëse ju pëlqen karikatura, do kisha dashur ta shkëputni këtë videon, ta postoni në rrjetet sociale dhe të bëni tag Luizin në përgjithshka që ne publikojmë edhe nxjerrim. Dhe karikatura e fundit për sonte është, gjeni kush është. Këtham, është Eglitako, që në fakt e ka bërë një copy-paste me trupin e saj të bukur, me fustanet e saj të bukura, me fytyrën e saj të bukur, të qeshur, pozitive, të dashur. Në fakt, unë do të them që këto, më shumë se karikatura, këto ngjasojnë në vërtetësinë. Do me thënë, ka sjellur shpirtin e artistëve në mënyrë të vërtetë. Do me thënë, të gjithë jemi munduar që t'i bim në për festa, në për mbrëmje, glamur, që ato gjithmonë din të adhurojnë dashuri, dhe mendoj që do të shëndriçin gjithmonë në skena fenomenale. Dhe kemi dhe një të fundit, që kjo në fakt ishte surprizë, se që parë nuk e kisha. Kjo karikatura këtu, jam unë, po aq të bukur më kanë bërë, aq pozitiv, në fakt karikaturat janë kur nuk ke halle. Faleminderit shumë për këtë dhuratë, është shumë interesante. Dhe pikërisht unë këtu kam dalur tek talku im, dhe kjo është karikatura ime që jam super yll dhe kështu qofsha, një kokë math, do me thënë më kanë bërë, me një trup të vogël. Më pëlqen kjo karikatura dhe shpresoj që edhe në vitin 2026 të t'ju vi me kaq energji dhe me kaq shumë pozitivitet. Këto ishin karikaturat, do të rikthehemi pak në dhomë. Na ndajnë edhe shumë pak qaste nga minutat e fundit në fakt drejt vitit 2026. Ne do shkëputemi dhe një herë me jinglën tonë. Ju komentoni karikaturat, jepni mendimin, flisni me familjen dhe do të kthehemi me një rubrikë tjetër interesante. Shohim kush është ndarë, kush është martu, e çka ka ndodhur me këto vipat shqiptar, për të pritur ndrimin e viteve, momentin më glamur të natës së sonte.